Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur në aksin Qaftham-Pogradec në afërsitë e një karburanti në fshatin Udenisht, ku përpasoi ka humbur jetën një 80 vjeçar. Fillimisht i moshuari mbeti i plagosur rënd pasi u përplas nga një mjet tip Benz, teksa po tentonte të kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Sipas burimeve nga grupi i ekspertëve të qarkullimit rrugor, drejtuesja e mjetit, 24 vjeçare, po udhëtonte nga Qafthana në drejtim të Pogradecit në momentin e aksidentit. I plagosuri u transportua fillimisht në spitalin e Pogradecit dhe më pas u dërgua me urgjencë drejt Tiranës për trajtim më të specializuar. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, 80 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka ndëruar jetë në ambientet e spitalit në kryeqytet. Autoritetet po vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa kanë arrestuar në flagrancë edhe 24 vjeçaren, banore të Udenishtit, për veprën penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor.